ka ca gjëra dhe më të rëndësishme se kaq. Do me thënë, da ndryshojmë ligjin për zgjedhjet lokale se po vinë masi viti. Ligjin për administrimin e territorit, sepse në qoftë se zgjedhjet bëhen me i ligj të vjetër dhe jo me ligj në ri, sigurisht i ligji i vjetër ishte vizatuar në funksion të Partisë Socialiste, funksion elektorale. Tash këto janë temat që kemi më imediate. Pastaj a do shkojmë në zgjedhjet politike? Me çfarë ligji të shkojmë? Me këtë ligj barbar që ishte sot. Që mirë keq i hoqë opozitës gati 10-15 deputet. Nuk ja hoqë PD-s, ja hoqë hargut opozitar. Sepse i 160.000 vota që u morën atje janë jashtë parlamentit. Janë jashtë parlamentit. Ja, i mori për shembull Llapa, i mori gati 70.000 vota, një deputet ka. Ai Sheja ka marrë gati 50.000 vota, 40.000 vota. 2 deputet ka. Ne tjerët jashtë kemi mbledhur një 40.000 vota, s'kemi asnjë.